Jemi në një luginë shumë bukur, ku ke qef të rish, por është e pa mundur gati për të ardhur. Këte vuajnë banorët se vuajnë 365 ditë vitit. Ne një ditë vuajtëm dhe do kthehemi në Tiranë. Po ata që jetojnë në dimër, në verë, në borë, në shi, me këtë rrugë të merri që po t'u fik makina përfundon në lumë, e din banorët dhe ne banorët do pyesim sepse ne flasim për mes zërit banorëve. Si të quajmë? Atëherë quhem Sajmir Kurti, banori i fshatit Ketë. Po, Sajmir. Me qa merresh ti njerëz ti fillim? Po tu ne Si e ndërton jetën? tu me konkretisht me bujqësi. Me bujqësi. Po. Sa tokë? Po tokë pak kimi, po atë tokë që kimi toka është mirë, prodhëm. Është prodhuese. Është shumë prodhuese dhe prodhëm, po problemi më i madh tu është rruga dhe ujit. E ujit. Rruga dhe ujit. E ke fjalën për ujin vaditës apo për ujin e pishëm? Po, se ju s'keni as vaditës? Problemi janë të di, edhe vaditës, edhe i pishëm. Po të pishmin edhe siguron, dhe ai që e ka lak do e mbushi, po për vadit nuk mund ta sigurojsh në atë mënyrë. Okej, si i vaditët ju këtë vit që shkoi tokat? Si e realizua? Po me shumë vështirësi, më një pjesë janë dhe ma dovet për ujë, do të prishet gjimsa prodhimit, si do ta vaditish. Pra nga vetëm përmes atij kanalit vjen uji? Vetëm ai kanal funksionon. Pra po prish ai kanal ju? Po prish ai dhe ai kanë bërë investimin ca firmën do shumë, po vetëm tuba gjona që nuk ka investim që i qëndrueshëm. Ai do një investim të qëndrueshëm të bëhen disa kilometra me beton ose një investim të qëndrueshëm. Po jo tuba ti merr ujë, ti merr proj, është sot për nesër, nuk është një zgjidhje për kanalin. Edhe problemi tjetër është rruga. Na prodhojmë dhe kemi frikë që të shohim ret vranë sepse kemi hall në rrugë, hall në ujit. Pra ti s'ke ku ta çosh për tash? S'ke ku ta çosh se bllokohet në rrugët. E qartë. Kemi se këtu Keta ka 4 lagje, është e shpërdame. O 2 lagje ma ane janë shumë vështirësi. Ato janë shumë problem se nuk kalon dot. Kemi ne edhe 2 muaj, 3 muaj pa dal fare. Të izolu. A ne nga te lagjet e tjera? Nga lagjet e tjera. Po si ja buni ju? Po çfarë do bëj? Si jetoni? Me kam, me të shmur, me mënyra alternative. I kapin njerëzit kështu, Po ashtu janë mbajt me barrela. Se bllokohet rruga. Pra nuk ka pa fare investim ki fshat. Vin, promtojnë. Thonë llafet mira të bukura, po qysh se është shem edhe për para në kohën e verit tu nuk ka pas asnjë lloj investimi ki fshat ka qenë pa rrugë. E kuptoj. S'ka pa rrugë ndonjëherë në fshat. E vetëm gjë ka 15 vjet se është lidh. Fillimisht me pak kontribut që Malmin Gjozi edhe populli kanë kontribu vetë duke lënë asistencët që ato lek pretëshin njerëzit në fund të muajit se të shohin një hall dhe ato detyruan për t'i lënë te rruga për t'u lidhë rrugët edhe i vetëm njeri Bedri Hoxha gjerasin ta falenderoj që ka kontribu urat që pat në lumë kontributi ati edhe shkolla edhe pas ati nuk po bëm diskutim për politike, për fushat, po nuk kemi as të majtë, kemi pas si nga të majtit, si nga djathit, kretar bashkishe, kretar komunësh, po investimi ka qenë zero, nga të dy palë. E kuptoj. Zero. Tani, du t'i thëmë kriministrit, tu me që më dha rasti, ne këtu më fshatin Ketë nuk po kërkojmë se të na qojnë në klës, të na shprëngulin. Du më tjetëm në vendin tonë, natyrën tonë, si na ka falë Zoti, mrekullueshme. Po i kërkojmë edhe në drita, ujë, rrugë, 3 gjërat elementare që i takojnë shtetit. Çfarë drita s'keni ju se unë i pash? Drita po janë të ri. Drita, është kabulli i ri, po në ato lagje ku jemi atje, gabina është 5 km, 6 km në largësi. Dritat nuk funksionojnë fare, të fiken drita dhe këto llambat e bardha fiket. A s'keni tensioni atje? Është shumë në zero. Mat 120 shko energjia. Pra, kjo linja e re është vetëm këtu për fshatin këtu? Është si linjë me kabull, po nuk ka gabina. Po kemi kërku, thonë do asjellim, po nuk... Personatori larg edhe i bie potenca, i bie forca. I bie forca, pra, gjë konkrete investim, pra nuk ka dhe nga jo fush. A kuptoj. E tani, taksat ne paguajmë për makinën.
naftën po ja pagum, se e kanë që 2200 lek, 1 litër naftë. Po tani, nësi ai që është në Klos, që e që në Tiranë, po sa duhem në atje, makina do 30.000 lek, 20.000 lek që të shkreju në Tiranë, tu ku jemi në fshat. Po besoj se pjesën e Luanit të karburantit e kërkon kjo rruga e keqe, se Tirana 10 minuta është. Tu e kërkon nga Zibri në Tiranë, sa ide, 10-15 minuta. Tu e kërkon se këtu do të zbritish rrugën nga një poshtë vetëm me 4x4, se nuk e arrit dot ose do të ngjitesh. Në nga lagja këtu për të kaluar lagjën tjetër duhem 1 orë. Për të lidh lagja me lagjën, pra se s'ka rrugë siç e pat. Rrugën është e shkatërruar komplet, totalisht pas një lloj vetëm emrin ka rruga investimi. Tash ai është shteg, pra, nuk është rrugë. Nuk po kërkojmë që të na çojnë në Tiranë, po kërkojmë të na investojmë pak këtu. Pak të deri te ura betonit, të na asfaltojnë dhe ne siç kanë bën në gjithë zonat e tjera se kanë asfaltuar zonat. Po të gjithë zonat e tjera, i vetmi fshat është Zipri bashkërisht me Ketën. Aty ku keni lënë rrugën që një fut për Ketë, këtu nuk ka pa investim asnjëherë. Pra, ata po kërkojmë. Që keni komune persekutuar ju, e matit. Nuk e di. Ju pas kanë vënë në kryqjuve se. Ne kemi pa në gjitha komunat, janë bë investime, janë bë asfaltime, janë bë shumë derdhje betoni. Tu asnjë gjë nuk është bërë. Siç e pat dhe vet, paktën degë uret na bëshin një asfalt. Disa pjesë tu më sipër me ndaj beton, me ndaj gjë si ti zgjidhin pa bëhet e kalueshme, mos jetë kaq problematike. Tani kemi pas herë mas herë për fushat tu. U kemi kërkuar atje pra për ato 2 lagjet të tjera që jemi, u kemi kërkuar për 1 urë. Vinë e shohin, do bëhet, ama gjën nuk shohin. Materiale, punime, investime, nuk shohin. Tani, e kuptoj. Ore, ju i paguani taksat, nuk i keni thënë ndonjëherë na i ktheni këto taksa mbrapsh në kuptimin se taksa prandaj i paguajmë ne, i paguajmë që shtetit na i kthen shërbime. Ju thoni drita, do të thënë, ju rrugët, ju s'keni rrugë. Tani unë t'u pyes, a keni ju gjelbërim, a ju keni ju ndriçim, a keni ju pastrim? Se taksat i paguni edhe për këto të treja? Jo, për këto nuk ka se paguajmë, po për rrugët. I mbajnë se për shembull në si fshat. A paguan ti se ty s'të jep certifikata i po s'pagove taksat e këto i mbajnë se për shembull në si fshat trajtohen me ndihmë ekonomike dhe i bajnë. Po pra taksa bashkie. Taksa bashkia ke paguan. Po pra ato janë taksa ndriçim, gjelbërim, pastrim. Po pra. Pa ti paguan edhe për pastrim që s'ke, edhe për gjelbërim, ore plerat ku i çoni ju? Se këtu s'ka rrugë për me ardh robi, jo me ardh makina plerave. Po plerat, se cili do të pastrojnë territorin, po ka edhe disa që hedhen në ujë që nuk do të hedhen, do të ketë. Po normal, po do përfundojnë lumë. Do të mushet ligjeni, do të mushet lumi, do të mushet do të ambienti, pra që nuk funksionojnë gjanat. Ti sa fëmijë ke? 3. Ti kesh me jetë. Ti nuk e ik nga Shqipëria. Jo, s'kam ik. Pra ti e guri rënd vend vet. Pra ti e patriot. Se kështu duhet me i thonë tani atyre që rrim fshat janë heronj. Qa do bëni? Pas këtij emisioni, sepse emisioni ka rolin e vet, po që ju qa do bëni? Në Këshill Bashkiak keni shkuar, jeni ankuar, mirë bashki. Jemi ankuar, po kemi shkuar, jemi ankuar asnjë gjë, nuk ka pas konkrete. Ha? S'keni përfaqësues. Po që në rregull, atë ku ndajnë legët. Ju s'keni. E kam djalin në klasë 9, marron klasë 9, ai do të ikin në shkollë. Për shkuar nga shkolla mesme që ka. Po. Atje në Zipër. Komuna në Zipër është e paarritshme. Po. Se s'ka pramjet, s'ka rrugë, s'ka, është e paarritshme. Do t'i romi që t'i çojmë në Tiranë, do t'i çojmë atje, do të paguajmë qira, do të paguajmë rrugë. Që ta bëj gjimnazin në Tiranë? Po ta bëjmë në Tiranë, se nuk arritet, asnjë nuk e ka bën gjimnazin nga fshati Ketë, tu që është e paarritshme. Pra po më thuaj që gjithë ata të rinj që pata atje te lokali, që po më thoshin kemi marrë shtëpi me qera, kanë ikur vetëm se s'ka rrugë për me shku ke gjimnazin? Kanë ikur në Tiranë, do shpenzojnë, do të shkojnë se nuk ka rrugë. Nuk ka rrugë për të shkollu. E kuptoj. Do t'i rohen ai që të ketë mundësi, do i çojnë në Tiranë, ai që s'ka mundësi do i lajnë në shkollë. E qartë. Kjo është investimi. To janë investimet të mëdha që po na ngjojmë se për në gjëmë sa të dush, por në popull është 0. Në fshat është 0.
Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit ju. Faleminderit.